Po, një për keq, një për mirë. Për keq moza. Për mirë? Ato që kam pak, të na? Po. Se me mu mirë s'ja, kam bojë erë mua bet bile tha. Ti shë pak me i ma, tha, i diçka ati do t'jepsha gocën, tha. Edhe vlerësoj. Edhe shofje jashtë kur dalë. Ta i rrinë në Kanada, goca. Ta tha? Po, ma tha dhe të. Për mirë, ma ka superzu për mirë. Çunat janë mirë gjithë. Ka gocat, Blerina. Për mirë? Për mirë. Okej. Kjo ishte pyetja ime. Raundi parë, domethënë. Opa, Gangnam Style. Si quhet krashi jot i parë? Krashi im i parë. Se edhe dje bona Liam. këtë pyetje, po si ishe? Liam Payne. Që ka vdekur. Kështu fizikisht. Po ky ka qenë realisht i Po, janë krashi im i televizor, parë mo, po. për shumë vite. Po janë televizor. Krashi im i parë. Masli Ja, Ahmed. po. Po, e mbaj mend po s'dua t'jap them emrin. Apo flisim me emra. Ha? Apo flisim me emra. Sot. A qa moshe për shumë. Ha. Qa moshe ishte krashi im i parë? Ha. Diku 14-15 vjeç. Ja rrite? Jo, A i po të ishte, përqenë, apo vetëm tjepë? ishte shumë... Jo, s'ka gjë. Ishte shumë kështu... Gangster, e? Jo gangster, ishte nga këta... Nuk është se u fol ndonjëherë si gjë. Ishte nga këto krashet kështu që janë në nzë, nga këto krashet në nzë. Nuk u fol ndonjëherë, po ishte një periudhë për mua që e kam folur, kam mbaruar gjeniun, edhe kur jam kthyer në Sarand ka pasur shumë se qytet i vogël, kalamajt si kalamaj, adoleshentët si adoleshent. Po, që janë këto, fillojnë këto të folurat, si këtu do me thënë. Thashe theme. Folurat, ngacmimet. Jo thashe theme, po e posen qytetet e vogla ka gjithmonë. Për mirë, ngacmonin për mirë. Ngacmimet, Kishin po qef, jo, dhe apo- nuk u pëlqente. Kur them ngacmime nga çuna, goca, bashkëmoshatar. Të talën, bullizone, si? Se kuptaj. Pak nga të gjitha. Pak bullizim, pak... Se ke dhe mamat dhe babat e shtëpia që flasin edhe jo gjithmonë thonë gjëra të mira. Ke pastaj dhe mësues që kanë vetë kalamajt e tyre të shkolla, ndoshta s'u pëlqen vëmendja që ti po merr, xhelozira. Edhe ky çuni ishte një ndër ata që më vonë më zhgënjeu shumë, se ishte nga këta Në fund të zhgënjeu? që fliste kështu. Po mirë, E mora nga këto vesh. tjerë, se kur bëhen Po grup, s'kemi fol. S'kemi fol ndonjëherë. Kur bëhen grup, do ndikohet e shkreti, kështu që... Gjino, po që se ke Se gjuna. s'ke pas kontakt. Se cili tregon vetën e vetë. Unë tregova timen ndër vite. Po ti qa boshe, për shumë, si menaxhoshe? Si ke qenë, kur ke kalama, qenë 15 vjeçe, 18 vjeçe? Qa tipi ke pas, qa karakteri? Shumë Si kam ekspresive, qenë, apo i qetë, apo jo, doon, kur shumë. ngjoshe në fjalë, ha, se e Jo, kaloja, s'kam apo fol- ikse s'kam fol asnjëherë. u ballafaqoja? Jo, s'kam fol asnjëherë. Mashe për vete, do, Po. në uje. Se kam fol se është dhe kjo pjesa në qytetet e përmend, sepse është një realitet për shumë, po sidomos unë e kam ndier me të shtëpisë time që më thash, babi im është visi. Fiks tipi visit. Të shketi me ta, ata punën e tyre ti punën tate, kështu fiks. Edhe shkoja për shembull në shtëpi pas shkolle dhe i thoya, po më than kështu, më than ashtu, kjo tha këtë, ky tha atë. Dhe asnjëherë nuk gjenin problemin të tjetri. Po e kishin punën me mua, më thoshin ti të shketi mos fol. Të shketi mos fol, s'ka që shif punën tënde, po gjithkohës kështu. Edhe ta thash mbas asaj që fitova që kthehem, kishin hallin që unë të isha me këmbë në tokë, të flisja njerëzve, edhe duke u përpjekur që unë të isha arritur mirë,
në një farë forme njerëzit fillojnë të mendojnë që ti mund të do të thonë që të duan, se ke problem, s'tua gjë, edhe ashtu brumosa, do me thënë. Po tash ke heq atë, besoj se Po pak, më është dash. pjesë ekspresive tani kjo faza jote që po kalon atë. Jo ekspresive, po... Do në t'i tregosh tjerëve që s'kam qenë, nuk jam ajo që kam qenë dikur, do më thëmë, por tash edhe mund ballafaqohesh, debatosh, ti mushesh me një tjetër që e ka gabim. Për shembull, kur nisa me muzikë, se ka të bëjë me muzikën, kur nisa që vendosa që unë do e bëj muzikën, tamam, jo vetë si adoleshente që kisha qef të këndoja, unë e kam nisur në mënyrë profesionale, po them 13 vjeç, tek Gjeniu, që bëhej në Tiranë, se Po para Gjeniu do më thënë... Këndoja në Saran, këndoja. Të këto, partit e shkollës, të këto... Po, aktivitetet e qytetit në shkollë, shtu. Edhe, kur vendosa që shkuam në Angli, që vendosa që do bëj muzikë, mu desh pastaj që të shkruaja tekstet vetë, muzikën vetë, pa ajo gjë, do ti kërkon që ti t'jesh ekspresive në sensin të shprehësh çfarë po ndjen. Ta përjetosh, do më thonë, dhe ta shkush. Po, të mos e mbash më për brenda si që unë e kam bërë. Dhe më është dashur që atë, si një muskull që ti do e stërvisësh, një lloj më është dash ta stërvis edhe atë pjesë. Ka stërvis kjo gjë e për mirë, do më thonë, kjo ka qenë avantazh. Pastaj edhe këto disavantazhet tjera që e ke majtë me veten ta të ke blujt, po s'ke pas mundësi me shpreh. Po, mendoj që ka ndikuar. Nuk mendoj që tani jam ekspresive të merësisht, ekspresive që të mbingarkoj ty emocionalisht, po kam ndryshuar pak. Ndër vite, sepse dhe industria muzikës është e thjeshtë. Nuk mund gjatë gjithkohës të mbyllësh sytë, të mbyllësh veshët. E tjerëve, për shkak, nuk e bëhet momentin. S'ndikojnë më ke ty, për me ndryshu diçka. Ka ndihmuar Anglia te kjo pjesë. Ta ka heqë atë... Sepse kam haruar për... Ne këtu në Shqipëri kemi të shatot Gjitonia, a i të një rrugë më poshtë. Kom shiu. Qa thot tek dyqani lagjes, a i kur të shef. Ndërsa në Angli si ke këto dhe do s'do ti e haron si realitet këtë gjën. Tu intereson mami, babi, vllai, motër, nëse ke motër, aq dhe me thënë, të ngushtohet a i rrethi aq shumë. Ti ke bërë shkollë në Angli? Jetoj. A, dhe jeton tani? Po. Vetëm? Në vetë shtëpis, mamin, babin, vllajin. A, i këtë gjithë tani. Ndaj po them që më është ngushtuar rrethi aq shumë. Po mirë, tash që e kem rregull. Sa që dua s'dua, edhe... Boca bon Shqipëri hikën Angli. Si? Boca bon Shqipëri them hikën Angli. S'ka lidhje. Për shembull edhe në situatën që kam kaluar këtu. E kuptoj çfarë po thot ai, po hajde. Seriozisht e ka. Zakonisht shpreha është boca bo jashtë dhe vjen në Shqipëri. Po jo, po... E kuptoj çfarë po thot, po ja ta shpjegoj. Boca të bëjsh, se jetu e qitë një një farë pozite që kjo nuk është. Jo, s'ka gjë. Ja ta Është e shpjegoj. ferma pra. Do më thonë gjithë ato llafet fjalët e njerëzve që do marrin vesh për shkak kur dalë jashtë, do ikin në Angli, do e harroj se ashtu e ka jetesën që nuk e bret me jenë, se i ka të gjithë aty, sigurt. Ja prit ta shpjegoj. Ta kana je heqa, për den që ka i të thonë ti, po mu po më rej zamra ti për shumë. E kuptoj çfarë po thot. Leje Grese e kuptoj, po unë po e shpjegoj. Se ka dhe ndoshta një pjesë të publikut që e logjikon këtë gjën si Henry. Bravo. Shef, ta nxjerrim, ta shpjegojmë gjitha. Tani, Ti s'do të më fol fare, do të më net. Situata që unë kam kaluar këtu është një situatë që unë e ditë do ketë një gjyq moral. Si çka gjithmonë për gocat, se për çunat nuk është gjithmonë ashtu. Megjithatë, Jam kurioz ta dëgjosh. Po, ka një gjyq moral, normal. Ti s'ke qenë këtu dhe normalisht unë nuk e di se si është perceptuar gjëja nga jashtë, po unë në 10 ditët e para, për shembull, sa kanë qenë, unë i kam përjetuar goxha, sepse ishin disa gjëra që kisha në mendje. Dhe se di e beson apo jo, po mendje nuk e kisha as tek qa do thonë në komente, as e harrova që kjo gjë mund të ketë një ndikim, për shembull te unë, te karrierat e tjera, se janë gjëra që do i mendosh se je gocë në një industri të dominuar nga meshkujt, s'është e thjeshtë. Do kesh paragjykime gjithkohës, e jo më kur kalon diçka të tillë. Por, unë e kam thënë edhe këtu. Ndonë se këtë tepruar ose